Zoti kryetar, po lëm pas një vit suksesshëm për Bashkinë Pogradec dhe sigurisht sfida dhe sukseset tjera e presin institucionin tuaj, por natyrshëm edhe një urim për bashkëqytetarët. Jemi në prag të fundit të 2025-s. Në fakt, ashtu si shtatë ju, ka qenë një vit i suksesshëm, po edhe me sfida që ne i kemi përballuar me sukses. Kanë qenë shumë projekte që janë bërë në 2025-ën, disa 3 projekte më saktësisht janë në vazhdim për 2026-ën. Në 2026-ën ne edhe me projekt buxhetin që sapo kaluam, kemi shumë projekte për Pogradecin, edhe ato që unë i kam premtuar, por që edhe qytetarët i presin, siç është sfida ime më e madhe që është lidhja e rrugës Quksit me Shëmarenën edhe me rrugën Niç-Stërkanj, Osnat. Të dyja këto unë besoj që si vjet në bisedën që kam patur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, besoj do na japin, ndërkohë që kemi dhe projekte të tjera, siç është rrugicat e njësisë administrative në Buçimas, fasadat e pallateve në fshatin Vrdovë dhe në Qershir, sigurisht dhe me punë të tjera. Po përqendrimi jonë dhe buxheti i kësaj bashkie është fokusuar më shumë te probleme sociale që ka qyteti Pogradecit dhe ne jemi të përgatitur për çdo rast, edhe me administratën që në këtë fushë kemi të dalluar, edhe me buxhetin e bashkisë jemi të gatshëm të përballojmë çdo sfidë. Si qytetar i parë i Pogradecit, urimi juaj. Unë i uroj gjithë qytetarët e Pogradecit një vit të mbar me plot shëndet e suksese në familjet e tyre. Gëzuar.